Në Australi, 2 shqiptarë në një foto, kryeministri albanezi dhe kryebashkiaku Mehmeti. Në Dandenong, një nga komunitetet më të mëdha shqiptare në Australi, u bë qendër e një feste kulturore dhe fetare me hapjen e Ramazanit për vitin 2026, Night Market, organizuar nga Bright Community Organization. Ngjarja u shënua me pjesëmarrjen e kryeministrit të Australisë me origjinë shqiptare, të përndershmit Antoni Albanese dhe të kryebashkiakut me origjinë shqiptare Xhim Mehmeti. Kryeministri albaneze u shpreh gjeneratat muslimane australiane kanë pasuruar vendin tonë dhe sonte po festojmë së bashku me komunitetin në Dandenong. Gjatë muajit që vjen, le të mbajmë besimin, le të na rrethojmë me dashurinë dhe kujdesin e të tjerëve. Ndërkaq kryebashkiaku Xhim Mehmeti theksoi rëndësinë e ngjarjes. Ramazani është kohë reflektimi, bujarie dhe dëmshurie. Kjo ngjarje është e veçantë sepse fton gjithë komunitetin, njerëz nga gjitha bezimet e prejardhjet që të përjetojnë këto vlera së bashku. Kjo është kohë për një kohezion social në veprim. Ramadan Night Market fton të gjithë me popularitet, mbi 40.000 vizitorë në mbrëmjen e parë. Tregu do të jetë i hapur çdo natë të Ramazanit në Australi.